Autorin vazhdim flet kapitullin e radhës për friksimin e besimtarit. Bab Tarwi'ul Muslim. Kapitulli që flet për friksimin e besimtarit. E që realisht është e ndaluar kjo dhe nështë ndodh që njerëz në emër të hajgarës adin me friksu shokun, me friksu vllon ose motën ose e që kjo është prej veprave të ndaluara. Për cilët se i dërguari sa ose përderisa ishte me shokët e tij, njëri prej tyne ka flajt, ka qenë flajtën, dhe tjertë që në konë zut, ka posa një litar, një kanap, edhe dy me tut, me amar atë konupin. Edhe ai njeri në gjumë, edhe qohet tremet, tutet. Atëri dërguari sallallahu alaihi wasallam thot, innehu la yahillu li muslimin an yurawwi'a akhah. Sot nuk i lejohet muslimanit ta frikson vllahun e tij. Nuk tash para mendo veç me një konop ose me një diçka që ka pas. Po shflajtën me shkumi bërti në vesh, ose forma tjera që bojnë, ose notën, edhe qutë jo veç flajtë, gjitha këtu jenë të ndaluar. Dhe na ka ndodhur dhe kemi ndëgju raste që njerëzit kanë ndiku psikikisht janë smu, edhe psikikisht për shkak friksimit. Kanë lujt, kështu që është pra prej mëkateve të mëdha, është prej gjunave që të friksohet, do me thonë, nuk lejohet mu friksu njeriu ose besimtari.